Shqipëria bëhet. A është vërtet kjo prova tashmë që qeveria ka humbur legitimitetin politik dhe mbështetet vetëm te forca për të qëndruar në pushtet? Unë mendoj që qeveria ka humbur legitimitetin moral, siç e thash në fillim, por legitimiteti politik është çështje matematike politike, është çështje numrash. Pra për sa kohë nuk ka një mocion mosbesimi ndaj majorancës së Edi Ramës, ajo ka 84 mandate, është majorancë shumë komforte dhe ai vazhdon të kalojë ligjin në parlament, vazhdon të qeverisë vendin pa asnjë problemi, edhe grupi parlamentar e ka mbani i grushtin në mënyrë ka komplet të kontrolluar dhe ka një majorancë me 84 deputet. Nga ana tjetër, legitimiteti politik gjithashtu përcaktohet edhe nga protestat, masia protestave që ti ke përballë. Pra zoti Rama nuk ka protesta të mëdha përballë. Ky është realitet. Nuk ka një protestë të thirrur të Partisë Demokratike 3-4 ditë e thirrur, pa njerëz në shesh, por nuk kishte ajo protesta që ty tregojnë që është një protestë normale siç ne kemi parë këto 12-13 vite. Pra, legitimiteti politik të Grisela nuk është humbur, sepse ai përcaktohet nga numrat në parlament që Rama i ka dhe nga fuqia e opozitës që Rama ka përballë. Më saktë fuqia e opozitës, por mbështetja popullore e opozitës. Dhe po prapë opozita që zoti Rama ka përballë, që opozitë fatkeqësisht e pa mbështetur nga populli. Dhe kjo është një farë mënyrë kjo është tabloja për legitimitetin politik majorancës. Ruel, fakti që ndaj zotit Adriatik Lapaj janë nisur edhe hetime, ndërkohë që ai është ndodhur në spital, ka ngritur ndoshta edhe dyshime për përdorimin e drejtësisë si një mjet presioni. Nga kjo anë, apo përdoret policia ndërkaq dhe sistemi penal për të kriminalizuar protestën, ndoshta edhe për të goditur edhe figurat që sfidojnë qeverinë Rama? Unë mendoj që po. Kjo është në fakt pjesë e historikut të tranzicionit 34 vjeçar shqiptar, ku partitë të pushtetit në përgjithësi janë përpjekur ta përdorin policinë dhe ligjin si mënyrë për të arritur qëllime politike, pra jo një interpretim neutral i ligjit, dhe që shërben të mirës përbashkët, edhe cilësisë së demokracisë, por një interpretim parcial ose një interpretim partizan politik i ligjit, që mund të konsiderohet dhe sa ka një gjykatë, por që në fakt përdoret për të minuar demokracinë, përdoret për të akumuluar pushtetin në 4-5 duar etj. Dhe unë mendoj që ne jemi në këtë rast, nuk është kjo e veçantë me qeverisën e zotit Rama, kjo ka ndodhur më parë, kush e njeh tranzicionin politik shqiptar, pavarësisht moshës, e di që këto muhabete janë bërë gjithmonë në këtë vend, dhe jo më kot Freedom House e rendit Shqipërinë si një regjim hibrid, një regjim tranzicional. Pra nuk është një demokraci e plotë, nuk është një demokraci liberale, është një regjim tranzicional për këto arsye. Qartë. Ruel, nga ana tjetër, kur qeveria flet për rend dhe siguri, por pamjet që ne kemi në transmetim tregojnë edhe për një eskalim të qëllimshëm të situatës. A mendon Ruel se ka pasur një urdhër politik për përshkallëzimin e këtij konflikti për t'i dhënë fund ndoshta edhe protestës me forcë? Po mendoj se po, siç e thash në fillim, zoti Rama ka për mua problemi i Edi Ramës nuk është Sali Berisha dhe partia e tij. Sigurisht ata janë opozitat më madhe në vend, por publiku shqiptar, sa e njohur politikën në Shqipëri, e ka refuzuar disa herë modelin e Partisë Demokratike aktuale. Pra zoti Rama e di që po t'i ketë ta përballë në zgjedhje, po t'i ketë ta përballë në protesta, ai fiton. Opozitat e tjerë, duke përfshirë partinë e zotit Lapa, janë më të vogël. Edhe në dukje nuk paraqesin rrezik për majorancën e zotit Rama. Por në fakt, prospekti i masivizimit të këtyre protestave, i rritjes së këtyre protestave, i shpërndarjes së këtyre protestave e trëmbë së Rama, sepse në rast se do të kemi një protestë të madhe fare pastaj që përhapen në gjithë popullin, që drejtohet nga zoti Lapaj, dhe do të kemi zgjedhje parakosh për shumë shpejt, një rast hipotetik që nuk e besoj, por që nëse do ndodhte, zoti Rama do kishte shumë vështirë fitoren. Pra, po kërkohet të shtypet protesta që në Gjinesë në mënyrë që të mos masivizohet. Sepse në fakt edhe në Ballkan ka një precedent të masivizimit të protestave, qoftë në Serbi, qoftë në Bullgari, qoftë në Rumani, në Greqi, fermerët kanë bllokuar rrugë, pra ne jemi vetëm një vend ku nuk ka njerëz në rrugë. Është një gjë që ne duhet ta analizojmë në një moment tjetër, por zoti Rama kërkon ta shtyp në rreni në mënyrë protestën. Sa është e vogël, pa u zmadhuar. Mirë, Ruel, për të mbyllur, pyetja e fundit, në një vend kandidat për në Bashkimin Evropian ashtu si është Shqipëria, ku protestat nga njëra anë përballen me gaz lotësjellës, arrestime, edhe ndërsa kërkesat politike që bëhen nga vetë krerët e këtyre partive injorohen, pyetja është se sa larg standardeve është tashmë Shqipëria për të integruar në Bashkimin Evropian?
Do të thënë Grisela që ne jo vetëm kemi vend se ne statusi kandidatë kemi marrë që vitin 2013, por jemi një vend që i hap negociatat dhe po mbyllim pothuajse gjithë kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian dhe jemi të dytët mas Malizi për të futur. Pra në progres raportin e BE-s, Malizi dallohet si vend i parë për progresin e vet dhe si vend i parë për të futur në BE dhe ne do ishim të dytët. Realiteti është pyetje shumë e drejtë që ishton, sepse jam i bindur që ne nuk i përmbushim në asnjë lloj mënyre standardet e Bashkimit Evropian. Për shembull, nuk di në një qytet përqendrar në Bashkimin Evropian ku se prishet një kanalizim aty dhe qyteti ngel 5 ditë pa ujë dhe shteti do të shkojë të marrë tuba në Turqi që të rikthehet uji. Unë nuk di ndonjë vend antar të Bashkimit Evropian ku Agjencia Informative e të dhënave dhe datës të në kopshtin ekonomik personal të shefit ekzekutivit. Unë nuk di ndonjë vend të Bashkimit Evropian ku ka një post të veçantë që zëvendësohet me rokad të një njeriu që lidh krimin me shtetin, edhe që emëron drejtorët, edhe që rreth ministrat, që konsënon ministrat, që merr urdhave nga kryeministri, që trën biznesmen, që ata mos aplikojnë për tendera që do t'i marrë një zotëri apo një zotëri tjetër. Pra këto janë fenomene të botës së tretë, ose të botës së korruptuar, botës së nënzhvilluar, ose në zhvillim e sipër, që s'kan të bëjnë fare me demokracitë e Bashkimit Evropian. Tani, duke dhënë këtë tablo, shikuesi juaj, po edhe ti mund të vini pyetjen, po pse po na fusin tani në BE? Dhe jetojmë në kohërat e stabilokracive. Nuk jetojmë më në kohërat e demokracive liberale dhe vlerave, siç e përmendëm në fillim, jetojmë në kohërat e stabilitetit. Dhe në këtë zonë të botës, perëndimorët kanë vendosur që do të ketë stabilitet me çdo kusht, kjo duke përfshirë autokrat ose strongmen, ku i thonë, të tipit të Zoti Rama, po jo vetëm, që kanë afilim perëndimor. Sepse Zoti Rama sigurisht ka miqësitë më të mëdha politike, ti kanë perëndim, nuk i kanë në lindje. Por vetë qeverisë si një udhëheqës lindor. Dhe në këto kushte, ata e kanë më kollaj të mbajnë Ramën dhe disa të tjerë, se sa të bëjnë ndryshime pllakash tektonike politike që sigurisht mund t'u hapin atyre probleme në një kohë kur në fakt problemi nuk janë këto autokratët, në sytë atyre të pakën, problemi nuk janë këto autokratët e vegjël në Ballkan, problemi është Rusia. Kjo është tek dera. E qartë, mirë, Ruel, kemi arritur në fund, të falenderoj për gjitha informacionet. Grisela, të falenderoj për flesin. Kënaqësi. Mirë, ishim me Ruel Domin, unë dalëm tek arrestimi Nicola Maduros, tek marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës tashmë, por edhe tek protesta e organizuar ditën e dieshme nga kreu i Shqipëria BE, zoti Adriatik Lapaj. Do ta mbyllim këtu këtë pjesë të parë, i kthehemi në pjesën e dytë për të ndalur më pas tek tjera tek.